Në një nga ato mbrëmje ku shtëpia e Big Brother Kosova gumëzhin nga biseda të sinqerta dhe pyetje që fshehin më shumë se sa duken, një dilemë e vjetër u hodh sërish në ajër. A është më mirë të jesh e preferuara e publikut apo e Klodit? Pyetja erdhi natyrshëm, mes batutash e buzëqeshjesh, dhe ju drejtua Elionës, një prej banoreve që gjithmonë di të flas me qetësi dhe mendim. Eliona u ndal për një çast, sikur po peshonte jo vetëm fjalët, por edhe kuptimin e tyre. Në atë shtëpi, ku çdo ndjenjë shihet, çdo mendim analizohet dhe çdo hap gjykohet, preferencat marrin peshë të madhe. Ajo buzëqesh i lehtë dhe u përgjigj me një sinqeritet që e karakterizon. Është gjë e mirë të jesh e preferuara e publikut, sepse publiku është zemra e këtij formati. Është ai që të mban brenda, që të jep forcë, që të ndjek çdo ditë dhe të shpërblen me dashuri apo kritika. Dashuria e publikut është e gjerë, e fuqishme dhe shpesh vendimtare, por Eliona nuk u ndal me kaq. Ajo shtoi se të jesh edhe e preferuara e Klodit nuk do të ishte as pak gjë e keqe. Në një lojë ku marrëdhëniet njerëzore janë po aq të rëndësishme sa strategjia, vlerësimi nga dikush brenda shtëpisë ka një peshë tjetër. Është më personal, më i drejtë për drejtë, dhe ndonjëherë prek anë të zemrës që publiku nuk arrin t'i shohë. Të ndihesh i vlerësuar nga dikush që ndan të njëjtin realitet, të njëjtat mure dhe të njëjtën përditshmëri, është një ndjenjë që nuk zëvendësohet lehtë. Kjo bisedë ndezi reflektime mes banorëve. Disa tundnin kokën në shenjë dakordësie, të tjerë mendonin në heshtje për rrugëtimin e tyre. Big Brother Kosova nuk është vetëm një garë për çmimin final, është një pasqyrë emocionesh, ku publiku dhe banorët ndërthuren në një lojë ndjenjash, besimesh dhe zgjedhjesh. Të jesh e preferuara e publikut të jep krah, por të jesh e preferuara e dikujt brenda shtëpisë të jep ngrohtësi. Në fund, përgjigjja e Elionës nuk ishte një zgjedhje mes njërës apo tjetrës, por një pranim se të dyja kanë vlerën e tyre. Sepse në Big Brother